kemi probleme më të mëdha, kemi stadiumi kombëtar ne. Po. Palestra mund të bëhet për ndoshta për 1 vjet 2. Po. Edhe pishina olimpike nuk mund të krahasohet me një stadium kombëtar. Sakt. Por stadiumi është infrastrukturë masive. Stadiumi kombëtar na duhet të ketë 25.000 deri në 30.000 ulse. Për ata që janë rrjedha e dinë që futbolli është larguar prej programit të lojra mesdhetare Prishtina 2030 dhe është zëvendësuar me futsalin. Në farforën na prish pak punë neve sepse me futboll ne do të investojmë edhe më shumë në infrastrukturën e futbollit, ndërtojmë edhe stadiume të tjera. Por pavarësisht kësaj në anën tjetër e kemi më mirë sepse nuk na duhen shumë stadiume të kemi, edhe pse veç ka disa stadiume që i plotësojnë kushtet. Por na duhet stadiumi kombëtar. Por çka na duhet në këtë rast ky stadium na duhet për ceremoninë hapëse dhe mbyllëse. Sepse një ceremoni e tillë hapëse nuk mund të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokri, i cili ka më pak se 13.000 ulse, e që rregullat e Komitetit Ndërkombëtar Lojra Mesdhetare janë që nuk duan të vinë atë nivel që të zhvillohen një stadium me kaq pak shikues. Se vërtet ngjarja është aq e madhe saqë aty nuk do të jetë vetëm ceremoni hapëse, por do të ketë program artistik, do të ketë këngëtar të ndryshëm të njohur, e pse jo shembull të mos jetë një Dua Lipa apo Rita Ora, e cila do ta bënte ndonjë promovim të ndonjë këngë për lojra mesdhetare, do ta promovonte Kosovën. Prandaj çfarë interesimi do të kishte atë?